Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahu xhalla shanuhu është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën për të na provuar secilin prej nesh, secili është më vepërmirë. Ai është i fuqishmi, ai është falsi, ai është Allahu subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal maut, pra ai e krijoi vdekjen, wal hayat dhe jetën. Prandaj sado që të jetosh, një ditë do të vdesësh dhe do të shkosh në takim me Krijuesin. Prandaj ka shumë njerëz që ne i kemi pas djen mesin tonë, ose para dje, ose para disa ditësh, ose vitesh e muajsh, por sot ata nuk janë në mesin tonë. Që do të thotë edhe një ditë edhe ti në këtë botë nuk do të jesh më. Prandaj puno sikur do të jetosh përgjithmonë, pra vepra të mira, punë të mira, bjellën e pemë, ushqen ndonjë të smur, ndonjë temë, bëj punë të mira sa të jetosh. Dhe kur të shkosh në takim me Krijuesin, të jetë peshorja jote e mbushur me amele të mira, me punë të mira. Prandaj vdekjen edhe jetën i krijoi Allahu me na provue se kush është ahsanu amala, kush është vepërmir. Pra për çka ke ardhur ti në dunja, ke ardhur me bë vepra të mira. Selam aleikum.